Ka në Viva Fresh. Në Viva Fresh, çdo ditë ju presin oferta dhe zbritje në produkte të ndryshme, qoftë për blerjet e përditshme, ushqime të freskëta, higjienike, produktet për argëtimin e fëmijëve, apo gjithçka që ju duhet për shtëpinë tuaj mund ta gjeni në Viva Fresh. Dhe gjithashtu përfitoni nga ofertat që i keni të ndryshme gjithmonë për juve, që gjithmonë mendon Viva Fresh. Për më shumë informata, apo ofertat që janë të përditësuara, ndiqeni Viva Fresh Store në rrjetet sociale, në Facebook edhe gjithashtu në Instagram, e gjeni me @vivafresh.rks. Kështu që të gjitha produkte që juve intereson mundeni me i pa në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram. Atëherë, është momenti që t'ju njoftoj edhe me pastiqeren që kemi ftuar sot. Nuk po e zgjas më shumë, sepse në krahun tim këtu është Vjolca Aliti Ajrizi. Mirë se erdhe, ne djela vlem Vjolca. Fjala e parë që po ta them është që ndiu si në kuzhinën tënde, sepse e di që ata që kuzhinjerët në përgjithësi apo pastiqerët nuk ndihen edhe shumë rehat kur janë në kuzhinat huaja, duke u nisur kështu nga vetja. Shpesh herë në kuzhinën tjetër nuk i gjej senet, nuk i bëj, por këtu ndihu rehat. Faleminderit që. Mirë se erdhe, që sa vite mirësh me pastiqeri? Unë këtë punë e bëj qysh mëte, do me thonë duke filluar në shpe për përgatitjen e mbëlsira për familjar. E pastaj edhe për të vazhduar. Kam kryer trajnime të ndryshme për pastiqeri. Du ta prezantojmë punën tënde që e bën me shumë pasion. Sot e kemi përgatit një turt, po e kemi bë për shkak se duhet me qëndru disa orë në frigorifer, e kemi bë më herët. Sot do të fokusohemi tek dekoret, se si i bën. Në rregull, flasim pak për tortën. Është një petat i ka me përbërje me miell çokoladë, edhe krema është që bëjmë në vetë në pastiqeri. Sot e kemi bën dy shije, i kemi kombinu, fruta mali dhe çokoladë, është shija më e preferuar, se tash fruta mali pak më verore. Po. Edhe janë të shishme japin ëmbëlsirës një shije shumë të freskët, frutat e malit. Këtu kemi pastat me ngjyrat ndryshme, pas sheqeri, edhe kemi me dekoru tortën me disa kafshë. Okej, hajde po më falë që nuk kam lidhje me i dekoru, se të kisha ndihmu pak Vjolcë. Shty pak qështu. Disa kafshë do t'i bëjma? Po. Sa është e vështirë sepse duhesh me... Kjo është artën vete me kriju kafshë? Pak është e vështirë se fëmija zakonisht mënen mi gjetë... Jonë detajisat ma të mraj, po. Personazhet e tyre të preferune mënen mi a gjetë nëse ke harru diçka, po kur të bëm punën me shumë përkushtem dhe dashurin, besoj që del bukur. Po vjen i ra çokoladë. Pastiqeri zakonisht punoj me dorza, dhe po ne që s'na kanë qëllu sot me vite. Jo, hiç nuk ka problem. Unë mendoj, vazhdoj të qëndroj mrapa asaj që duart janë shumë atë pastërta se sa dorezat. Sepse duart lahen deri në një shkallë sa nuk mund të lahen dorzat, sepse lëkura është e krijuar e tillë që pastrohet 100%. Për me punu pastën e sheqerit duhet pak me zbut. Pastaj m'ja jap formën. Për momentin çka jemi tu bë? Ndonjë ari ose majmun? Një majmun. Është ngjyra kafe, më shkoi mendja. Pi diçka. Po, ç'a duhet? A duhet diçka? Një thik. Një thik, ç'a ta gjojë? Gjitë këto, veç e lagim pak, po. Në fillim nga trego, kur ke fillu me u marrë me këto dekore, sa ke pasur vështirë me i qëllu personazhet, me i bo ma bukur, apo hera herës gjithmonë vjen të i bo ma mirë? Po, duke praktiku punën, çdo herë përmirësohesh.
po kur e dën punën e bën me dëshirë, s'është e vështira, asgjë. Lumë fëmijët që e kanë mamin që din me bo ëmbëlsira kaq të mira dhe kaq dekorume. Ta nga dalë po fillon me marrë formë edhe majmuni. Po. Ndosim sytë. Sytë e zi. Është një profesion i mirë pasi qera, pasi që nuk ka limit. Njerëzit kanë gjithmonë festa ose kanë organizime, ditëlindje.
Unë është më afru këto. Që qështu? Ne qështu. Dje ora. Ja hedhëm veç pak në gjyrë. A, dhe në gjyrë? Okej. Mjafton veç një pika? Mjafton. Me thëmë pjesa përfundimtare vjen me këta, për qenë ma... Për me rraf shumë e drejtu. Kena shportën sot? Ma, poshtë këto. Ta shfillojmë me vendosin e dekorit. Dhe me thënë disa gjethe tropikale që i keni bo pak ma herët, për shkak të minutajës edhe kohës, po që është procedura e njëjtë si kur që shi bënëm... Gjethet kemi me këtë formë, kemi formë disa që format të ndryshme, po. Po që për bërsi është i njëjtë.
zakonisht këto. Pastaj fillojnë me ato dëshirat e Spider-Manit, princeshave. Me personazhet që ata i ndjekin. Filma vizatimor. Mos të bëjnë ai nam. Shumë e bukur. Pak hapësirë. Hapësirën. Falenderit shumë që ndave këto përvojën tënde me emisionin e Djela Vlen. Falenderit që na solle atmosferë të ëmbël sot në këtë të diel. Shpresoj që janë argëtuar të gjithë duke të parë se si ke përgatitur këto ëmbëlsira. Përveç dukjes që kanë edhe shijen fantastike dhe shumë të bukur. Kënaqësi që të kishim në studio. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën, për mua është kënaqësi. Është kënaqësi e madhe, shpresoj të shihemi herave të tjera, sepse ka ardhur një herë tash mbetën 2 herë për herave të tjera. Suksese në punë, Vjollca, suksese.